Për konstituimin e kuvendit të ri dal nga zgjedhjet e 9 shkurtit, deputetët e opozitës kanë refuzuar për herë të pestë kandidaturën e lëvizjes vetëvendosje për kryeparlamentaren Albulena Haxhiu. Seanca e radhës do të mbahet të martën, njoftoi kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari. Përfaqësues të partive parlamentare thanë në prag të seancës se nuk i kanë ndryshuar qëndrimet nga seancat e kaluara, duke paralajmëruar një dështim të radhës të seancës. Gati 3 muaj pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, procesi ka ngecur për shkak të mospajtimeve mes disa prej partive më të mëdha parlamentare për postin e kryetarit të kuvendit. Konstituimi i kuvendit i nisur më 15 prill dështoi 6 herë radhëzi për shkak se partia fituese lëvizja vetëvendosje nuk pa arrit të sigurojë votat e nevojshme për kandidaten e saj për kryetare Albulena Haxhiu. Do të bashkëbisedoj me zotin Lulzim Veliu mbi atë që ka ndodhur gjatë kësaj periudhe me seanca të dështuara, por gjithashtu edhe me atë që pritet të ndodhë. Zotin Veliu, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Edhe nga radhët e opozitarëve, tashmë po flitet hapur për zgjedhje të parakohshme, zgjedhje të jashtëzakonshme. Në gjykimin tënd do të ndodh kështu, pra do të mbahen zgjedhje të parakohshme apo kemi një plan B? Me sa duket që subjektet politike në Kosovë janë të vendosura në qëndrimet e tyre dhe me mos bashkëpunimin mes partive, pra në mes tyre, për të krijuar institucionet. Në njërin anë kemi lëvizjen vetëvendosje e cila këmbgul që në çdo mënyrë të ketë pushtetin e vetëm, si e vetme, kurse pra në anën tjetër shihet qartë se ajo si lëvizje e vetme ka 48 deputet që janë të pamjaftueshëm për të krijuar qeverinë jo vetëm për të krijuar qeverinë, por edhe për të votuar edhe kryeparlamentarin. Dhe këtu është ngërgji i tërë asaj çfarë po ndodh, pasi që lëvizja vetëvendosje shihet qartë që nuk i ka numrat, andaj edhe subjektet e tjera politike nuk japin votën për të nominuarin e tyre për kryetar parlamenti profesorin Haxhiu, dhe në këtë mënyrë kemi ngecje tash sa muaj pra për mbarimit të zgjedhjeve. Ndërsa në anën tjetër shihet qartë se edhe opozita sikur nuk po arrin të gjejë një kompromis për të bërë numrin e mjaftshëm për të krijuar qeverinë, se në momentin që ata do të kenë më tepër se 60 vota, pra do të kenë mundësinë që të krijojnë qeverinë, dhe shihet qartë se lëvizja vetëvendosje, por edhe Partia Demokratike e Kosovës janë të gatshme pra për të shkuar në zgjedhjet e parakohshme dhe kanë filluar ato aritmetikat e tyre për numrat që mund të dalin pas zgjedhjeve zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Pra, lëvizja insiston që këto zgjedhje të mbahen gjatë periudhës së verës, periudhës së pushimeve verore, periudhë në të cilën pjesa e madhe e mërgatës kosovare, e emigrantëve nga Kosova do kthehen për pushime në Kosovë, do të kenë mundësi për të votuar, pra, dhe ajo është si hambari votës për lëvizje vetëvendosje, dhe ndërsa pjesë e mirë e qytetarëve të Kosovës është periudhë që dalin për pushime dhe e sheh si një favorizim për ta. Pastaj në anën tjetër shihet qartë se Lidhja Demokratike e Kosovës ka problematike në mes tyre, kemi një përçarje të dukshme brenda subjektit politik Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe si e tillë është e hendikepuar në qoftë se do të mbahen zgjedhjet, por kemi edhe prishjen e një koalicioni i cili u bëri të mundur futjen në parlament si Aleancës për Armërinë e Kosovës, ashtu edhe nisme socialdemokratike, pra në qoftë se do mbahen zgjedhjet e parakohshme, në mes të tyre nuk do të kemi një koalicion, dhe në momentin që nuk ka koalicion, Fatmir Lima dhe nisma socialdemokratike e kanë të pamundur kalimin e pragut, e një gjë e tillë rrezikohet edhe Aleanca për Armërinë e Kosovës. Pra shihet qartë numri i madh i votave dhe i deputetëve që pas zgjedhjeve të ardhshme mund të ndahen në mes të lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike si dy forcat kryesore në vend. Andaj ata insistojnë që në këtë mënyrë të arrijë një numër më të madh, e ndoshta lëvizja vetëvendosje të arrijë 500.000 që e ka kërkuar gjatë fushatës para zgjedhjeve, dhe në këtë mënyrë të krijojë qeverinë si e vetme. E kuptova. Pra, në gjykimin tënd, zgjedhjet e parakohshme, zgjedhjet e jashtëzakonshme, si do t'i quanim,
janë në favor të lëvizjes vetëvendosje edhe kryeministrit Kurti, apo jo? Po, ashtu po shihet në pas të deklaratave të tyre, në pas të insistimit të tyre, po shihet që qartë ata janë për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme. E kuptova, zgjedhjet e jashtëzakonshme, mos stabiliteti politik i gjatë kësaj periudhe, a kanë kosto në gjykimin tënd, zoti Veliu? Dhe këtu e kanë fjalën marrëdhënien e Kosovës me ndërkombëtarët, por edhe përsa i përket pse jo njojeve të reja. Çfarë tregon për Kosovën diçka e tillë? Pra zgjedhjet e parakohshme, zgjedhjet e jashtëzakonshme. Po patjetër që ka një kosto jo vetëm monetare, pra që në vetës edhe zgjedhjet për të mbajtur ka një kosto të dukshme monetare, pra ka edhe një kosto të tjera brenda për brenda, sidomos në zhvillimin ekonomik, në investime, por edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, të cilat se kanë stopuar në vendin ku kanë qenë, edhe pse gjatë periudhës së qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje është parë qartë se nuk kanë qenë më marrëdhëniet që dikur kishte Kosova me partnerët tanë strategjik e as edhe me antarët e Bashkimit Evropian, por kemi pasur këto hijet marrëdhënieve si me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian edhe me Shqipërinë, ndërsa tash e sa muaj nuk kemi asnjë lëvizje përjashto vizitat, blic vizitat që bëhen nga zyrtar evropian që për të ushtruar një presion ndaj Kosovës, për të treguar se procesi negocimi duhet vazhdoj dhe do të vazhdoj. Kemi pasur 2 vizitat të tilla të Zoran Petersenit, i cili është edhe i emëruar Bashkimit Evropian për dialogun, dhe është shumë e qartë. Pastaj në anën tjetër ne e dim shumë mirë se administrata aktuale në Shtetet e Bashkuara, pra administrata Trump, është administratë që ka ardhur në detyra e tyre ka filluar në këtë vit, pra në fillim të këtij viti, dhe si e tillë marrëdhënie në mes të Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë nxjerrur, sidomos me këtë administratën e re, mua më duket se edhe ata janë në pritje që në çdo moment që të kemi në Kosovë një qeveri, cila do të qoftë ajo, ti vërsulen edhe një herë dialogut dhe bisedime në mënyrë që të arrihet një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë. Dhe unë jam mëse i sigurt, siç kam thënë në intervistat e kaluara, se në momentin që do të vazhdojmë bisedime dhe në ato bisedime do të kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do të ketë vazhgjitje të procesit, por duhet të arrihet një marrëveshje do të jetë marrëveshje e detyruar për të dyja palët, si për Serbinë ashtu edhe për Kosovën. Unë mendoj se zgjedhja më e mirë për problematikën e Kosovës, për situatën aktuale, duke parë edhe gjeopolitikën, do të ishte krijimi i një qeverie të koalicionit në mes të dy forcave, në mos arritjen e marrëveshjes për një gjithëpërfshirje të paktën një koalicioni të dy forca kryesore politike, ashtu siç ndodhi edhe në Gjermani. Edhe në Gjermani kemi dy forca politike, djathta dhe majta, që u bashkuan në interes të vendit, dhe tani jemi pra duke dëgjuar edhe emrat e parë të qeverisë, shumë shpejt do ta kemi edhe qeverinë. Ndërsa ne në Kosovë po kemi ngecur në këtë pozicion, dhe në këtë mënyrë unë mendoj se ajo do të ishte pozicioni më i mirë për çështjen e Kosovës, për çështjen shqiptare dhe interesin e të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. E kuptova. Zoti Veliu, si e shikon këtë, le të themi, mos reagim, të paktën të drejtë për drejtë ndërkombëtarëve për sa i përket krizës politike? Madje së fundmi eksponent të vetëvendosjes, por edhe kryeministri Kurti ka lënë të kuptohet se vetëm në qeverisjen e forcës së tij politike mund të ndodhë kështu, pra ndërkombëtarët të jenë asnjë anës edhe të mos bëjnë komente për atë që në fakt i takon klasës politike edhe qeverisjes. Po çdo gjë që lëviz rreth Kosovës dhe për Kosovën, forcat politike mundohen ta përvetësojnë dhe ta shohin si rezultat të tyre. E po çfarë është ai rezultat, është pozitiv apo negativ, është një çështje tjetër. Por ata në çdo kontekst mundohen që ato të shohin si gjëra pozitive të qeverisjes mirë. Po pse duhet parë nga vetëvendosja si diçka pozitive kjo mos ndërhyrje e ndërkombëtarëve? Çfarë duhet kuptojmë këtë? Ata mundohen ta thënë se ne jemi vetë zotë të shtëpisë dhe detyrat e shtëpisë do t'i kryejmë vetë, nuk do të kemi nevojë për gjërat e tilla për të tjerët. Mirë, po unë mendoj se tash sa herë ka ndodhur në Kosovë që
pikërisht nga ndërkombëtarët kanë qenë të detyruar forcat politike të arrijnë dhe të bëjnë koalicione në të mirën e vendit. Unë e vlerësoj shumë pozitive si një ndërhyrje e cila do të detyronte palët që të krijojnë qeverinë. Mu më duket shumë më e mirë dhe më pozitive ajo se sa të ngecin në pozicionin çfarë ndodhet tani Kosova tash e sa muaj pa qeveri të plotfuqishme. Kemi qeverinë e detyra apo në dorëheqje. Unë mendoj se duhet të shkohet në çdo mënyrë për krijimin e një qeverie me këta deputet që kanë fituar mandatin të i lëmë inatet personale, merremi me çështjen e kombit, me çështjen e vendit, se këto janë më të rëndësishme në momentin aktual se sa interesat e ngushta klanore, politike e klanore. Qartë. Zot Veliu, nga ana tjetër, opozitarët, opozita në tërësi në Kosovë, ka bërë aq sa duhet për vendin, për që në hapur që të kontribojë që ky ngërç politik të zgjidhet edhe pse jo për të mirën e përbashkët, për hir të proceseve demokratike, por edhe marrëdhënieve të Kosovës me shtetet tjera në kuadër të dialogut ta zgjidh të ngërç, apo edhe ajo në një farë mënyrë është duke përdorur ato makinacionet e veta që ky ngërç politik të zjas. A intereson ky bllokim opozitarëve? Jo, mund duket se këtë ngërç politik të gjitha subjektet janë duke u munduar ta shfrytëzojnë për elektorat, për të përfituar vota. Dhe në këtë kontekst mendoj se Lidhja Demokratike e Kosovës është forca politike që ka vepruar më së keqi dhe e shohim veprimet e tyre si më negative. Në qoftë se shtrohet pyetja pse, atëherë unë do të kisha thënë se të paktën Lidhjes Demokratike i ka shkuar një ftesë nga kryeministri aktual zoti Albin Kurti për bashkëqeverisje dhe ata nuk kanë qenë të gatshëm që të ulen të paktën në kryes për të dëgjuar opsionin e tij, por e kanë refuzuar kategorikisht. Ndërsa në anën tjetër, në tentativat apo takimet që kanë qenë në mes të opozitës, ajo ka ngulur që në çdo mënyrë të ketë postin e kryeministrit, gjë që sipas numrave nuk mund t'i takoj. Pra, dhe unë mendoj se një nga faktorët që ka ndikuar shumë në mos krijimin e qeverisë është pra edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Edhe pse qeveri mund të krijohet edhe pa Lidhjen Demokratike të Kosovës, pra lëvizja vetëvendosje ka aq shumë numra sa mund të krijojë qeveri me cilën do nga forcat politike shqiptare, pra Aleancën për Armërinë e Kosovës, Partinë Demokratike të Kosovës, ne kemi pasur disa, kemi dëgjuar për disa bisedime që është bërë mes të Fatmir Limës, pra nismës socialdemokratike dhe lëvizjes vetëvendosje. Por sido që të jetë, unë mendoj se një rol destruktiv në këtë pozicion krahas lëvizjes vetëvendosje janë duke luajtur edhe forcat opozitare politike. E kuptova. Zoti Veliu, edhe diçka të fundit. Në radhët e opozitarëve kjo tezë përflitet shumë. Unë kam pasur mundësi që gjatë bashkëbisedimit me ta konstatoj disa herë. Thuhet se Vučić po ndërhyn në këtë ngërç politik. Madje shkoi deri aty sa që thuhet lista serbe, profesuesit e serbëve në kuvend, në parlament, do të bëhen bashkë me kryeministrin Kurti dhe ai do ta kalojë këtë ngërç dhe do të formojë qeverinë. Është kjo një alternativë për Kurtin dhe ju besoni se kjo mund të ndodhë? Jo, unë duke njohur Kurtin dhe duke njohur qëndrimet e tij, unë nuk e besoj asnjëherë se ai do të bëjë një koalicion me listën serbe. Të paktën një koalicion të hapur të cilin do t'ja prezantojë të gjithëve. Para disa ditësh kishte disa thënie se e kemi frikë se disa nga lista serbe do të na votojë. Por edhe një gjë të tillë nuk e besoj se lista serbe do të bëjë diçka, apo individ brenda listës serbe do ta votojnë ndonjë qeveri në Kosovë pa marrëveshje dhe pa përfitime të tyre personale. Por sido që të jetë, unë mendoj se ata nuk do të bëjnë një koalicion të tillë, por duhet të thënë edhe diçka, se edhe lista serbe është një forcë politike e Kosovës dhe është pjesë e Kosovës dhe duhet parë si pjesë të institucioneve të Kosovës. Pra, pastaj ne e dim shumë mirë se minoritetet janë automatikisht në qeverisje, me apo pa koalicion. Unë mendoj se nuk ka asnjë gjë të keqe në qoftë se bëhet koalicion edhe me listën srpska në Kosovë. Unë
jam i mendimit se shqiptarët duhet të jenë të vetëdijshëm dhe duhet të krijojnë institucionet vetë pra të mos mbetet në varësinë e tyre që ata të vendosin kushte, siç ishin disa parakushte ditë më parë nga zonja Duda Bale, e cila kërkon të krijimin e një komune bosnjake në Kosovë. Unë mendoj se me që ata janë pjesë e Kosovës, duhet i shohim edhe si pjesë të institucioneve të Kosovës, unë mendoj se duhet bërë koalicion edhe me ta dhe nuk ka asnjë gjë të keqe, mirë po një koalicion që nuk dhe të jetë i mbarur nga votat e minoritetit. Qartë, Zoti Veriu, faleminderit shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Gjithashtu. Të shkëputemi edhe njëherë për pak minuta publicitet, rikthehemi edhe flasim për atë që pam në fundjavë në Vatikan. Ka pasur një takim gati spontan midis Trump edhe Zelenskit. Kemi pasur tendencën për të ndërhyrë në të paktën me aq sa pam në foto nga ana e presidentit francez Macron, e Trump është irrituar. Ka ndodhur vërtet kështu apo diçka tjetër? Vetëm pas pak.